Jo vetëm që po emigrojnë, por gjithnjë e më shumë qytetar po heqin dorë edhe nga pasaporta shqiptare. Sipas të dhënave të Ministrisë Brendshme, gjatë vitit kaluar gati 900 shtetas shqiptar hoqën dorë nga shtetësia, duke regjistruar kështu numrin më të lartë. Krahasuar me vitin 2023, kjo shifër është rritur me 6%, duke reflektuar një prirje në rritje të braktisjes së shtetësisë shqiptare. Faktori kryesor që qëndron pas këtij fenomeni është se në disa shtete ku shqiptarët emigrojnë, marrja e nënshtetësisë së vendit pritës kërkon heqjen dorë nga nënshtetësia e mëparshme, pra për të siguruar pasaportën e një vendi tjetër si për të pasur akses më të lehtë në të drejta sociale, punësim apo udhëtim, shumë shqiptarë janë të detyruar të lënë pas pasaportën shqiptare. Të dhënat e Ministrisë Brendshme tregojnë se në harkun kohor të 10 viteve të fundit, afërsisht 6500 qytetarë shqiptar kanë hequr dorë në mënyrë zyrtare nga nënshtetësia shqiptare. Profilizimi demografik tregon se shumica e tyre janë të rinj. Sipas të dhënave nga Instituti i Statistikave, individët në moshën 15 deri 35 vjeç përbëjnë më shumë se gjysmën e atyre që janë larguar nga vendi dhe kanë aplikuar për të jetuar dhe punuar jashtë. Ndërkohë, sipas të dhënave nga Eurostat, në 20 vitet e fundit, më shumë se 521.000 qytetarë shqiptar kanë marrë shtetësinë e një prej vendeve të Bashkimit Evropian. Ky është një tregues i qartë i ritmeve të larta të emigracionit dhe integrimit të shqiptarëve në shoqëritë europiane, shpeshherë duke sakrifikuar shtetësinë e origjinës për mundësi të reja jetese.